Përshëndetje miq, do ndaja diçka që ja vlen besoj për ta diskutuar dhe për ta vënë ndukje. Në këtë rast, po mendoja sa herë që nuk bëjmë progres apo përmirësohemi tek jeta jonë, ndodh e kundërta, që do të thotë nuk vazhdojmë dhe bëhemi më fuqishëm, më të shëndetshëm dhe më të mirë, por ndodh që sikur përkeqësohet, po themi, situata jonë, gjendja jonë shëndetësore, emocionale dhe mendore. Kjo ndodh sipas këndvështrimit tim kur ne nuk bëjmë ato gjëra që janë realisht të shëndetshme dhe të dobishme për natyrën tonë. Kur vazhdojmë bëjmë, le të themi, ato gjëra që na harmonizojnë dhe na frymëzojnë, sikur ndryshon me magji gjendja jonë, duke filluar nga gjendja shëndetësore, emocionale, mendore, sikurse dhe gjendja shpirtërore. Kështu. Por dihet që orientimi është piknisja. Nëse nuk është orientimi i dur, dihet që na pret përkeqësimi. Ndërsa kur orientimi është i dur, ne vazhdojmë përballemi me ato ngecjet apo bllokadat dhe vazhdojmë të i kalojmë, le të themi, në për ato kufizueshmërit ose kufit që na i kanë vënë apo mund t'ja kemi vënë dhe ne vetes. Kështu që dihet ka shumë rëndësi sa herë që bëjmë progres dhe përmirësohemi, ndihemi më të shëndetshëm, më të përmbushur, më të paqët dhe më të vlefshëm, por jo vetëm për veten, por edhe për rrethin ku bëjmë pjesë. Kështu që ja vlen për ditë të përpiqemi mos të ngelim tek gjërat, le të themi, sipërfaqësore, por të bëjmë dhe diçka që është për te atyre gjërave që realisht janë, le të themi, të një niveli, po them, i zakonshëm, sepse nga vetë fjala, kur them i zakonshëm, do thotë gjërat të një lloj rutine, ndërsa kur bëjmë diçka, po themi, qoftë edhe që e quajmë të jashtëzakonshme, kemi dalë përtej zakonit të përditshmërisë, edhe kur dalim vazhdimisht përtej zakoneve tona të prapambetura, ne sikur lulëzojmë dhe bëhemi paksa njerëz, le të themi, ose përmirësojmë sadopak natyrën tonë dhe marrim një vetbesim nga, themi, këto thyrje kufin që kemi bërë dhe arrim të përballemi me ato pasiguri dhe me ato të panjohrat që na sjell jeta. Kështu që nga vetë natyra dhe vetë jeta është e panjohur nga çdo moment, nuk e dim se çfarë na pret, por mjafton që të guxojmë dhe të përballemi, se sa herë që përballemi me diçka të panjohur, ne marrim eksperiencë, mësim dhe sigurisht mund të reflektojmë ndaj asaj gjëje, sidoqoftë ajo, por mund t'i marrim anën më të mirë të mundshme, që do thotë duke e transformuar, le të themi, atë mendsinë tonë, që të kemi një mendësi sa më të hapur, sa më pranuese dhe mbi gjitha të jemi, le të themi, jo kundër çdo lloj gjëje që se kuptojmë, por thjesht të jemi të hapur. Pastaj është çështje tjetër, na pëlqen, s'na pëlqen, bien dakord apo s'bien dakord, sepse dihet që këndvështrimet janë të ndryshme, por kur ne arrim për shembull
sa do pak ta njohim natyrën tonë, bëjmë ato gjëra që na japin, le të themi, një lloj suporti dhe një lloj përmirësimi të vazhdueshëm që të shkojmë aty ku ne dëshirojmë të realizojmë ato gjëra që na japin, le të themi, një lloj autenticiteti apo një lloj integriteti si njerëz që të diferencohemi. Kur them të diferencohemi, nuk do thotë se të bëhemi më egoist dhe ti shpërfillim tjerët, as pak, përkundrazi, por të diferencohemi nga bëmat që mund të bëjmë. Kështu që besoj për secilin është ndryshe, por në parim është e njëjta, që çdo njeri që bën punë me veten për ditë bëhet më i hajrit, më i dobishëm, më i njerëzishëm dhe më fisnik, që është më rëndësishme. Ditë mbar miq. Kalofshi i ditë bukur dhe bëni progres, sepse fal progresit mund të shkojmë drejt atyre, le të themi, dimensioneve dhe gjendjeve që ja vlen ti përjetosh. Kështu që dhe ti integrosh te vetja. Ditë mbar.